Aktivitetet për fëmijë janë gjithashtu të pranishme, ndërkohë që stafi i kualifikuar dhe i përzgjedhur siguron një shërbim profesional, me një ambient që jep një tjetër dimension sportiv. Matrix Fitness Center gjithashtu ofron sauna për relaksim pas ushtrimeve, si dhe një parkim dedikuar për çdo klient. Pra, te rrugë e barikadave janë çunat e Lionit atje që ju presin gjithëve për një tjetër eksperiencë të jashtëzakonshme. Fusim në shoqërinë tonë dhe zotin Plori, i cili i bashkohet me Megasport. Përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi suqe. Edhe ne kënaqësi është, por kur do vish në studio? Do vi, po do përgatitem pak me topin, sepse na ke fut në sekret, na ke fut. Po tani, ti e pe tani si ishte Xhevo dhe me këpuca ty ishte as fare tani. Suqe. Po ja mësojmë që nga këto televizionet europiane, Plori, sepse kur shikojmë atje Henry, ky tjetëri si e ka Ibra, e marrin topin e japin, edhe ne bëjmë kështu në i pasim, si me që është botror kështu, pozicion jashtëloje jemi, nuk jemi brenda, kampionatit, bëjmë edhe në qike, e lirojmë, jo si në kampionat. Mendoj se është botror i televizionit tuaj, e dim se. Pse? Sepse moment kur kam thënë më përpara e vetja studios si treta shumë veta si duket vetë si miting, kështu është edhe botrori, ka shumë ekipe. O fletullet ti ose duan që këzërë më shumë studio, sepse ke festuar shumë me ekipin tënë që doli super këtë vit. Jo, shumë mirë. Jo, jam largë dhe ndoshta nuk... Tani jemi në regull. Tani me keje këtë kampionat botror? Unë jam tifos spanjoll, jo i Bampo i lindur. Pra në ato të vetmit edhe të pak në Shkodër. Spanjoll? Ku kam qenë të tonë me Spanjë. E bukur kjo spanjoll, dhe? Një shkodran me Spanjë, se zakonisht shkodranët janë me Gjermaninë. Po, unë jam ditinja 78 dhe vitit 84, ato janë ato vitet e para ku kam fillu të kuptoj se çfarë është futbolli. Edhe kështu që i gjithmonë ato lagjes, ato kalamajt e shokët e lagjes, kur kemi lujt top, ato kemi pas gjithmonë ato dy ngjyra, njëra ngjyrë e Brazilit, tjetra ishte ajo Gjermania, dhe ato o Brazil o Gjermani. Unë fillova shikoj botrorin, aty u dashurova me spanjoll. Ka qenë një vit i mirë, ai vit edhe që atëherë kam metat në si tifos me spanjoll. Te Spanja ose tek Brazili? Te këto dy ekipe që kanë karakter të tillë, sepse në Brazilin Shkodër pëlqejt shumë dhe Gjermania, Spanja është e jotja. Tani, Brazili ka lojtar pa fund dhe ka dhënë gjithmonë spektakël, duke pas lojtarë, sidomos individet e caktuar si gati çdo botror ka nxjerr nga një individ i cili është majtë me një histori gjatë. Edhe kështu që ka bërë të gjithë në futbollin cilësor dhe teknikë që ka pas në vite dhe sidomos në këta kompeticionet e botrorit. Kështu që ajo është një skuadër e cila ka bërë për veti me lojën e bukur dhe me kualitetin. Ndërsa Spanja me lojën ka qenë kirushja e këtyre rivalëve të mëdhej, ka qenë një skuadër e vogël, po gjithmonë më zhduk mu se e ka dashur më tepër se ato futbollin. Pavarësisht se nuk ka arrit kurse ato, por e ka dashur më tepër futbollin, e tregojnë edhe klubet si Reali, Barcelona, të cilët kanë financuar jo vetëm sot, por sot e shumë vite më përpara, që është një shtet i cili investon te sporti dhe e dashuron maksimisht sportin. Plori, Granit Xhaka me Zvicrën në një moment tjetër historik vazhdon, mbase jo shumë spektakolare këtë vit, por ekipi vazhdon si orë zviceriane, merr atë që kërkon, kalon në fazën tjetër. Është arritje edhe për Xhakën, i cili tashmë është futur në mesueshor jo vetëm me kualitetin më të mirë në botë, por edhe në arritjet e tija, sepse janë pak këto arritje të cilat një shqiptar si Granit Xhaka po arrit me kombëtarin e Zvicrës, por edhe si individ me ato klube ku ka luajtur, por edhe me ekipin kombëtar me autoritetin, duke qenë kapiten dhe duke qenë një lojtar i cili me të vërtetë ka për të shenjë në futbollin botror. Cili e fiton Kupën e Botës për ju? Ose më mirë, cilët janë finalistët në fokusin, mendimin tuaj, parashikimin tuaj? Unë them drejtën, gjithë kanë bu Francën, gjithë kanë bu këto ekipe të cilat janë me kualitete shumë mira, edhe dallohen nga avioni se janë ato të cilat kanë kualitete.
por unë e botrorit që si mas asaj ose si mas një menimit i cili ndoshta nuk është i 100% i plot, por një menim ku duke bazuar statistika mendoj se skuadrat të cilat kanë shpreh dëshirën më të madhe për të luajtur për me fitu kampionatin dhe ato skuadrat të cilat nuk kanë qenë të vendosur në fillim të kampionatit në skuadrat të cilat kanë udhëhequr ose kanë qenë kryesuese të koeficientit për me fitu botrojnë, nuk e kanë fitu, kështu që mund ve pa frikë mund ve Gjermania dhe Brazili të cilat këtë vit kanë një komode dhe kanë një modeste dhe mendoj se njëra nga këto dy skuadra do të marrë botorin. E kuptoj. Me që e ke qef në futbolin spektakolar, edhe Moçka kështu thot, do ju propozoj një kronik shumë interesante për Ronaldinho, që habit dynjan, kthehet në botën e futbolit,